Me vështira ka qenë kur një nanë e vrame ka qenë një degë të lumit, nanë qatë lumbi që kemi pi ujë, se nuk i kemi ditë. Ajo sigurisht me snajper, se në kokë i shkon e dëmtu me shumë kufoma, e ndore kish pas një shishe me qumët për fëmijë. Kemi qenë fshati në Kolegj, duke udhëtu për Sharban. Atëherë kemi ra me një farë procke, ishim pa ujë gati 2 ditë, edhe tonë kohën e pyetëshim një ushtar ma djetër, tash ai është i vdekur, babaj Fatmir Rumullit, a mujna me pi ujë. Tha, se ti kalon 4 gush, mune me pi. Me vështira ka qenë kur një nanë e vrame ka qenë një degë të lumit, nanë qatë lumbi që kemi pi ujë, se nuk i kemi ditë. Ajo sigurisht me snajper, se në kokë i shkon e dëmtu me shumë kufoma, e ndore kish pas një shishe me qumët për fëmijë. Është një haftë e randë, me pa në ashtë edhe na shumë tri, po ajo ka rreziku për me shku në shtëpi me marrë qumshtin për fëmijën, edhe e ka psu me jetë. Mandej edhe vrasja e Isa Kastratit, unë kom qenë pa e lidhën me to, kemi punu edhe në Prishtinë, po dhe takimi i parë zllash, ju më taku me to, dhe ai është vrarë në ofensivën e Prillit. Edhe ajo ka qenë, aja ke një emocion i fort, kalon bërshllok të madhe, dhe sot kur i kujtoj ato ditë është një bërshllak i madh. Ata kanë rënë prit, po kanë luftu deri në frymën e fundit. Edhe sot ajo është dëshmor. Po është një gjë që kam jetë në kujtesë, se për një moment u shkëput prej jetës, jemi kom bashkë, edhe në moment 15 minuta, ma nuk është. Kush ja kumtoi lajmin për rënien e Isa Kastratit në atë kohë, për shkak që tregua që keni pas një raport më të afërt? Pak kishim djeni, se ne kishim transportin e plagosurve për në fshatin Majac, ku ishte spitali ushtarak i zonës Llapit. Edhe ai është pjesë e transportit, e bartjes, ishte me Sokol Sopin atë afrin vitive tur. Edhe me një udhkryq, komandanti Salim Mustafa, Bari Goshi, kanë qenë disa që vëzhgojshin rrugën për para neve, po ai nuk e ka prit sinjalin e tyne. Fati, sot me qenë dëshmor i Kosovës, edhe ka vazhdu rrugën para neve. Në momentin që janë i krismat, na e kemi ditë që ata kanë rënë dritë, andej të nesër mëni kemi të hekë edhe kufumat. Po, zakonisht këto muaj... Ka pas 2 anëve të vramë, ata nuk janë dorëzu, do me thonë kanë luftu. Gjakun e tyne kanë shpagu, po të na kanë lënë mungesë madhe. Pastaj, po besoj që jeni përballë me shumë humbje gjatë atyre kohëve. Ka qenë ndoshta vështirë, e cekët edhe më herë që ndoshta më vështirë është sot kur i kujtoni ato ngjarje, se ato që e keni pa, se sa në atë kohë ndoshta kur keni qenë duke kontribuar për vendin. Po fakt është, e kemi ditë që lufta nuk kryhet pa tron, ligjia nuk fitohet pa gjak, por momentin që humb dikon zemrës, është e rënë. Po ka qenë edhe një forcë për me vazhdu tutje.